Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma për të gjithë ju shikues të dashur të Pasion e Profesion, mirë se po takohemi edhe këtë javë në këtë emision kaq të mirë ku kemi gjithmonë mysafir të ndryshëm, por edhe kuzhinier shumë të mirë. Falenderojmë shumë Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion e Profesion. Sot këtu bashkë me mua kam nderin dhe kënaqësinë të kem Linda Animani, e cila është përkujdesur në çdo episod të emisionit Pasion e Profesion për mua. Është kënaqësi gjithmonë të jemi bashkë kështu edhe në prapaskenat e Pasion e Profesion, po edhe sot që të kemi këtu është kënaqësi e madhe. Është kënaqësi edhe imja me qenë mysafire jotja. E do kthejmë vetëm pas pak, këtu me një artë të ti. Këtu bashkë me ne është edhe Arlinda Berisha. Arlinda, mirë se ke ardhur në Pasion e Profesion. Mirë se gjeta. Arlinda për ndryshe është edukatore me profesion, por që pasion e ka gatimin. Për atë arsye edhe është këtu pjesë e Pasion e Profesion, por mos harroj t'ju tregoj që të gjithë ju shikues të dashur që dëshironi të bëheni pjesë e Pasion e Profesion, nëse keni pasion gatimin, mundeni patjetër të na kontaktoni dhe ju do bëheni pjesë e këtij emisioni. Alin, faleminderit shumë që ke gjetë kohë dhe që ke ardhur. Është kënaqësi e madhe të kemi këtu, edhe pasi kemi pa ato gatimet e mrekullueshme që i bën në rrjetet sociale. Faleminderit juve, kënaqësi është edhe për mua të jem mysafire jotja. Alin, tregona pak se si vendose që këtë pasion do shta ta zhvillosh edhe ma shumë, të postosh video, të hapësh kanalin të zyrtar edhe në Instagram dhe ndoshta t'ju tregosh të gjithëve atyre që të ndjekin se si dhe të përgatitësh. Me qenë se unë jam nëna e 3 vajzave, kam pas dëshirë që t'jam sa më afër fëmijëve të me në shtëpi dhe gatimin e kam edhe trashëgimin nga nëna. Edhe pasioni për gatimin aty ka lind. Po besoj që jam sa më afër vajzave. Po besoj që kjo është më e mira, po besoj që edhe ushqimet e nënës janë më të mira. Sigurisht. Edhe kem mësuar shumë nga ajo, po jo. E tash kthehemi një herë tek ti. Ta pyes Lindën se çka ka më na përgatit sot në studion e Pasionit. Linda, çka do përgatitësh sot? Sot kam e bu një specialitet që e kam zbulu vetë. Okej. Ashtu që të kapin ato manqis me hangër diçka natën. E ku ja kum një qa kum pas në frigorifer, edhe u bo kështu si ritual i përditshëm, mos thom i përditshëm, po shumë shpesh, po. A na tregon pak për bërësit, a i kilon a i emër kësaj pjata, jo? Jo, veç. A lojna një emër sot. Specialiteti Lindës. Do shta deri në fund të emisionit, ja gjejmë një emër edhe... Ja gjejmë, kur i provojnë edhe mësafirt, nështa edhe... Po, del do një emër. Del diçka. Po do këtë shumë mirë. Nëse po pres me provu, edhe me provu ushqimin e parë nga ti. Arlinda, po cila është pjata që kemi na përgatit sot? Sot kam i përgatit pastat banti, janë me një shijet njelpën edhe tëmbël, janë me misht bardh, sos pana, ananas, hudhër plohër, kërrisas, krep sipas shijes dhe biber të zi. Okej, do të thot, po i përdor edhe produktet e Podravkës. Sigurisht. Sa mirë. Po besoj që edhe diçka po të mungon, po të mungojnë pastat. A ti sjell pastat me njerë? I kemi pastat nga P&K, që normalisht çdo recet bëhet me këto pasta. Po gjithashtu po ja dërgoj, Linda, a duhen edhe ty pastat? Po stili që ato që janë dredha, po. Okej, që urma. Pasta nga P&K. Po t'i sjell, Linda dy lloje, sepse nuk ma tregove llojin çfarë e don, por zgjedhi ti vet. Pasta nga P&K. Okej, po zgjedhë këtë në formë spirale, do me thonë fosili. Okej, po i majun për vete. E shikues të dashur, pasi jam edhe tek këndi ETC-s, t'ju tregoj që të gjitha produktet mund t'i gjeni tek ETC-ja. Gjithashtu ne të gjitha produktet i përdorim të blera nga ETC-ja këtu në Pasion e Profesion, kështu që mos harroni përshime të volitshme dhe për produkte
të gjitha llojeve mund t'i gjeni tek ETC-ja. E ne pëndohemi për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse rikthehemi vetëm pas pak. Shikues të dashur, u rikthyem nga bloku i parë i marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion e tashmë jam tek ëndi i mrekullueshëm i Premium Bakery. Siç mund të shihni dhe si gjithmonë në studion e Pasion e Profesion nuk mungojnë këto produkte kaq mira. Ka bukë të ndryshme, por gjithashtu edhe ëmbëlsira të ndryshme, edhe pite më e shijshme. Por mos harroj t'ju tregoj që tek Premium Bakery dhe në disa markete në Kosovë mund t'i gjeni këto bukët të cilat mund t'i pjekni për 8 minuta, janë vërtet për 8 minuta dhe mund t'i keni në tryezat tuaja të nxehta. E tani, do ju dërgojmë në një nga ato vende ku tradita dhe mikpritja shqiptare ruhen me shumë dashni. Në një ambient të qetë, larg zhurmës së përditshme, Hani i Lex është kthyer në një destinacion të preferuar për ata që kërkojnë ushqim tradicional, produkte vendore dhe një përvojë autentike agroturizmi. Por çfarë bën këtë vend kaq të veçantë, si ruhet tradita në një kohë moderne dhe çfarë historie fshihet pas këtij koncepti, le ta ndjekim materialin në vazhdim për të kuptuar më shumë. Shikues të dashur, mirë se po takohemi në një epizod tjetër ku zbulojmë thesaret e agroturizmave dhe traditës tonë më nga afër. Ne jemi sot tek Hani i Lex, ku do bëjmë një intervistë dhe do e shohim vendin më nga afër. Do zbulojmë se si prodhohet ushqimi, por gjithashtu do vizitojmë edhe kafshët e ndryshme, pra fermën që e ka ky vend, por edhe kopshtin, ku ka pra shumë perime të ndryshme dhe fruta të ndryshëm. Do zbulojmë nga afër këtë vend dhe është kënaqësi shumë e madhe që do e kemi një eksperiencë të plotë të këtij agroturizmi bashkë. Kështu që qëndroni deri në fund të këtij emisioni për të zbuluar më shumë. Dashur të Pasion e Profesion, ne jemi këtu te Hani i Lex, qysh edhe ju kam tregu ma herët, e unë jam këtu bashkë me Mrika Doda, e cila është zonja e shtëpisë. Mrika, faleminderit shumë. Faleminderit për jush. Ke gjetë kohë dhe je bashku dhe na keni ftuar me ardh këtu tek Hani i Lex. Është shumë kënaqësi e madhe. Me kënaqësi edhe për mua. Mrika, ndoshta fillojmë me duke ta tregu se si keni filluar ju Hanin e Lex. Dhe ndoshta si ishin fillimet e këtij vendi? Atëherë, Luka ka një tokë e stërgjyshit të burrit, dhe aje ka pas honër për me bë diçka tokën e vet. Në përpara kena jetu në Itali, po honra ti u kthy në realitet. Po kush ju ka shty, çka ju ka shty që të fokusoheni në agroturizëm, jo në ndonjë restorant tjetër modern? Atëherë kërkesat e shumta për të turistave për me shiju diçka tonën, Po. Kjo na ka shty. Kërkesat që kishin turistat për me shiju ushqimet tradicionale tonë. Po sa nga produktet që i përdorni janë produkte
të cilat janë të agroturizmit, të cilat janë tamam nga dur tuaja, të cilat i shërbeni edhe të gjithë vizitorëve që vinë këto. Ju e shifni edhe vetë, po thuj se tona janë produktet tona. Mishi i derrit, mishi i qingjit, mishi i pulës. Po. Janë produktet tona. Perimet që bëjmë kopsht, frutat, pemë që do t'i shohim. Po. Po, a na tregon pak për menyn se çka mund të gjejnë të gjithë ata që të cilët vinë këto, të cilët po e shikojnë ndoshta emisionin Pasion e Profesion dhe thonë kemi më shku një weekend. Atëherë, byrek që bëjmë është diçka veçantë që ne i bëjmë me peta. E petat thome në furrë. E janë perimet për herë të fshatit, Po. perimet tona, djathna që bëjmë vetë, djathi i delës, që tani janë të mjel delet, kosi, që është shumë si kosi i delës, e vest e pulave tona, gjitha janë bio. Po, cili është ndoshta specialiteti më i kërkuar? E veçantë është mishi i qingjit i pjekur në furrë. Që merret direkt nga stalla, e coptojmë dhe e fusim e pjekur në furrë. Ajo është diçka e veçantë. Mika, apo na udhëheq ta vizitojmë vendin për Patjetër, me kënaqësi, patjetër. Eja, shkojmë. Patjetër. Stallën e deleve. Okej. E shifni bash tash, po këtu ka kanë plot. E delet ku janë? Delet janë poshtë. A mundemi me Ushimin ju hedhin prej këto, Ej! pula të shkallët edhe i shofim. Hej, që s'pona kësyrin. Po shkona atë pjesa tjetër, a keni kafshë tjera? Kena pulet si për stallën e pulave, kena derët edhe lopë, po ato i kena të shtëpia. Po. Tash kemi më shku të delet Po, poshtë. te delet, hajde. Direkt te delet. Ma këty në shpinë në krejt. S'pa më dojnë, po më dojnë. Nika, përshojmë pra edhe të gjitha delet këtë që i keni. Me bollak. Po e shoh që bashkëm veç keni fillu me mbjell. Po, sa është pak herët. E kena në vllaj, e kena plehin e deleve, e gumullojmë, edhe përdorim për perime. Për perime për pemë, Po. i hedhin edhe Çka keni pemë. mbjell këto Tu tash? kena mjell, Çka keni si fillu? fillim kena vu vetëm sallatën. Pak domate, speca, kastraveca. Qepe hudra i kena nanën tjetër. Po. Kena plehnu edhe pemë, ardhëjet, që e shifni që është tonë. Ka fillu me qelqefi, bilja. Po besoj që gjitha këto perime që i keni këto i përdoni në Po, restoran. në restoran. Po. Gjitha janë freska, Bon, fresta, normal. edhe rushin Edhe këto. rushin e përdorim për ati, për klienta, ujit, për vaj ujinit, Po. edhe ujit për antipastën, Kumbullat për reçel. pa tjetër. Për reçel, baja melsina me ta, Paka shumë me gjithë familja mirëni me... pa tjetër, po Restoran. s'punum na kush ka me Me punë, hajë. thujti. Po, e vërtet. Përshëndetje, si e? Mirë, faleminderit. Kjo është zëtënje që keni folë në telefon? A jeni lodh? Veç prej largë. Lika që shna tërgove, ju keni shumë vizitorë të huaj, që vinë edhe e shijojnë këto ndoshta një javë, disa ditë. Se hapa unë derën vetë më rikë. Po t'ju tregojmë shikuesve se çka mund të gjejnë këtu kur vinë, ku mund të t'kenë. Është një tokë shumë e mirë. Mund t'a rezervojnë, po besoj, një javë para, 2 javë para dhe vinë t'a shijojnë edhe një natë dhe të gjithë Një natë, 2 natë, sa t'dun, po. Ka një balkon shumë simpatik.
Të mbjellura e qept, që the ma herët. Mbrapa miellim perimet tjera, me Perimet domate, tjera, me speca, domate. me kastraveca, Gjitha. që i përdorim kuzhinë për herë. Edhe ma e mira e kësaj krejt është që gjithmonë sa ardë vini të hani i Lex, keni produktet freskta bio. Kështu që, qysh po i fton të gjitha Mund ta? vini pa marak. Pa merak. Mlika na tregoj më herët që përveç bashqës, kopshtit që e kanë që i rinë gati gjithmonë me produktet freskta, me perime ndryshme, gjithashtu është shumë adhuruese e luleve dhe i qëndron kështu shumë gati. Jam besnike. I rinë gati, je besnike. I njoh me emër, me rroj, me bimet e tona. Po, a kërkojnë vizitorit me ardhë dhe me i pasin e që i pam delet, tash edhe pullat? A kërkojnë me ardhë me i vizitu kështu nga afër? Sidomos kur vin me familje, fëmija ka qef me shku me marrë edhe vezë. Pra ja mundësoni që fëmijët edhe me i marrë vezë. Pa tjetër, vim me ta, i marrim, i qojmë kuzhinë. Edhe thejme e bojmë, po. Po i marru një dy vezë, që sa po i kam bo pullat, të ngrohta. Mora këto mrikë. Nuk ashtë pjeka lopër me, në kjo se mund është me e put. Qëto? Po, put. Jo. E mora. Pra, lisën. Po. Lisën është një lloj rigoni. Rigonit, po, një lloj Oregano rigoni. që i thojmë ne. Përdoret për herë në kuzhinë. Të hani Lex, gjitha i kanë kështu në kapshtë. Gjitha i kanë bio, gjitha në mbjelluna. Shikos dashur, kjo ishte eksperienca jonë tek hani i Lex. Ishte vërtet kënaqësi shumë e madhe që të bëjmë një bisedë të mrekullueshme me Mrikën, por gjithashtu me na tregu edhe më nga afër edhe kopshtin, edhe fermën, kështu mund ta quaj, delet dhe pulat. Vetë se lopët na kanë mungu. Po lopët atje poshtë, kështu që Lopët e derrat. Po. Mrika, faleminderit shumë, ishte vërtet kënaqësi e madhe. Edhe unë kënaqa shumë e ti. Jeni të mirë pritën, sa herë doni. E unë gjithashtu i mora dy vezë dhe kom ishi ju këto. Faleminderit shumë shikues të dashur që jeni gjithmonë me ne dhe ishit edhe në këtë eksperiencë. Së bashku me Mrikën ne ju përshëndesim dhe ju thrasim që të vini tek hani i Lex. Faleminderit. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, po ndoqëm së bashku edhe materialin tek hani i Lex. E tash është koha t'ju prezantoj për produktin më të ri që e kemi në Pasion e Profesion, për Topits. Topits pra mund t'a gjeni në të gjitha marketet në Kosovë dhe thjesht na ka thjeshtësu kështu jetën në kuzhinë, sepse me të vërtet kemi pas nevojë për produkte të tilla, sidomos për këto, sepse mundesh me pështjell të gjitha pemët, perimet dhe të gjitha enët që keni nevojë me i rujt ushqimet, mundeni me i këto. Apo duhet? A ki nevojë për një që po ndihmoj ne? Tash, i keni të gjitha përmasat, që ju tregoj un pak. Keni përmasa ndryshme për pra mundeni të gjitha pjatat, perimet, pemët, po më duket që kjo të mjafton, apo jo, për portokallin. Qa?
Sa mirë, dhe kjo mundet me urujt, edhe pa tjetër që është zgjidhja ma e mirë, ma e lehtë, ma ideale për ruajtjen e ushqimit, e deri të organizimi kështu i përditshëm në për kuzhinat e juaja. Po besoj që tash Alind, masi e zbulove dhe këtë produkt ki me ble edhe për shtëpinë tonde, se unë i kom marrë për shpe, janë shumë të nevojshme. Alind, a mundesh me na tregu se cili është ushqimi juaj i preferuar? Ushqimi jam i preferuar? Po. Pitet. Pitet. A vesh me përgatit edhe me... Jo, edhe me përgatit edhe me hangër. E sa mirë, cila pitet ndoshta kështu, më i me të pyet? Se e preferumja është pitja me spinaq. Me spinaq edhe me kungull. Edhe me kungull, sa mirë. Qysh po shkon procesi deri tash? Mirë, super. Mirë që është u fërgu, mirë është. Mezi po pres me provu edhe pjajtën në fund. Linda, moj Linda. Qysh po të shkon përgatitja? Mirë, valla shumë. Fillim po duket ata ja kemi emocione gjetë emrin unë edhe forca këto, para përfundimit të emisionit. Pasta profi. Profi? Po. Okej. Ani, inshallah. Inshallah dalim profi. E unë dua t'ju tregoj edhe për vegetën. Vegeta. Pa ty nuk bën shtëpia. Këtu e kemi paketimin e vjetër të vegetës dhe paketimin e ri, po ju tregoj që shija është gjithmonë e njëjta, por vetëm paketimi ka ndru. Kështu që kur të shkoni dhe ta bleni, mos harroni të merrni këtë. Sepse kjo është vegeta e cila nuk bën shtëpia pa to, nuk bën treza pa to. E shikues dashur, po shkëputemi për bllokun e dytë marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak. U rikthyem përsëri këtu në studion e Pasion e Profesion pas bllokut të dytë të marketingut. Linda, si po të shkon të pyes tash ty fillimisht kështu? Shumë mirë po më shkon veç që ka mungon diçka. Çka po të mungon? Një sos i patligjonave. E kemi. A e kemi? Pasatën. Super. E kemi pasata nga Podravka. Ky është sosi i domateve që mundesh me e përdor, është nga pasata nga Podravka, është shumë i shishëm, edhe besoj që receta ka me dojnë hala ma mirë tash. Gjithashtu po të shoh që i ke përdor edhe produkte tjera të Podravkës. Po hutra, biberi zi edhe biberi djak stikoq. Sa mirë. Po t'jo edhe me vazhdu për me receta? Kom qef me përdor shumë gjyra, që ashtu si ngrem edhe si ngrem edhe në kuzhinë. E kjo është artë. Si arti që e bën fytyrën tonë, edhe në kuzhinë. Po më qef me provu edhe këtë pjesën tjetër tonë në vra. Po më vjen mirë që peshian. Jom të uknaj, veç të pa këtu, sidomos tash kur ta provoj, gjithashtu edhe Arlindën që e kemi këtu në studio. E shikues dashur, tash është koha për recetën e ëmbël, është koha me ndjek materialin e Tringëllicious. Por, çdo recetë e Tringëllicious përgatitet me lent. E mora një 99% kakao, është shumë e shëndetshme, por gjithashtu është e shishme, e rafinuar edhe mbi të gjitha. I ka këto variantet e shëndetshme, po unë po du me marrë diçka tjetër, nuk e pata në mend me marrë 99-shin, po du një 70 me marrë nëse e gjej. Edhe po du me hapa tjetër, sepse kemi nevojë, gjithë ekipa Pasion e Profesion pak për ëmbël tash. Nuk është krejtësisht e ëmbël, por me rëndësi është që është e shëndetshme shumë. Çfarë kënaqësie, kështu më ju shërby edhe të gjithë ekipës të Pasion e Profesion çokolladë. Cili po dani? I pari. Edhe unë po e marrë për vete. E ndjekim Tringëllicious, edhe kthehemi veç kur ta përfundon Tringa recetën. Përshëndetje, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëllicious. Sonte për juve kemi me përgatit një ëmbëlsirë të shpejtë dhe të lehtë, e cila ka pak përbërës dhe është ekonomike. Për tortën na duhen biskotat, 1 litër qumsht, 800 ml lëng vishnje, 1 gotë miell, 1 gotë sheqer, 2 pudinga dolcella,
1 sheqer vanile dhe 2 lugë gjalp. Së pari, po fillojmë me përgatitjen e kremit. Na duhet një tenxhere. Hedhim qumshtin, mielin, sheqerin, sheqerin e vanilës dhe gjalpën. E zjem duke përzi non-stop. Kremin duhet përzier derisa të bëhet i trash në temperaturë më të ulët. E largojmë nga nxehtësia dhe fillojmë me keksat. Në një tavë i renditim keksat, për këto nuk ka nevojë të coptohen, vetëm duhet të renditen. Kremin kështu të nxehtë duhet ta vendosim mbi keksa. Kremin duhet ta lëmë të ftohet plotësisht derisa ne e përgatisim kremin me lëngun e vishnjës dhe pudingun dolcella. Në një tigan e vendosim lëngun e vishnjës, 800 ml ka këtu. Dhe direkt e vendosim pudingun e vanilës dolcella. Pudingun e dytë. Dhe e përzim me telt kuzhinës derisa të trashet. Ne të formohet një masë si gjellë. Ky krem fundet me ngjyrën e kuqe. Kremi veç e ka marrë formën, është bërë në formë si të gelatinës. Tash kemi me prit derisa kremi të ftohet dhe me vendos kremin e gelatinës së vishnjës mbi kremin e bardhë. Kremi na duhet me u ftof për me vendos pjesën e kremit të vishnjës në mënyrë që mos t'i prishet forma as kremit të bardhë as vishnjës. Dhe pothuajse është gati. Ka mbet veç edhe kjo edhe torta do t'je gati. I duhet të qëndroj 2 deri në 3 orë që të ftohet plotësisht për t'u shërbyer. Kremi i bardhë është ftohur dhe mundemi m'ia hedh sipër kremin që kemi bërë me lëngun e vishnjës dhe pudingun dolcella. Dhe duhet ta lëm 2 orë së paku para se ta servojmë. Kjo ishte receta për sot, torte me shije vishnje dhe puding dolcella. Së bashku shihemi në edicionin e radhës. Ndoqëm së bashku edhe recetën e ëmbël Tringëllishës e t'ju tregoj diçka, pra tash është koha për mysafirin në studio. Çdo verë qyteti i Pejës shndrohet në një qendër kreative ku artistë nga gjithë bota mblidhen për të ndarë histori, ide dhe eksperimente vizuale përmes animacionit. Ky është Anibar, një festival që ka nisur si iniciativë e të rinjeve dhe sot është kthyer në një platformë ndërkombëtare që lidh artin me temat sociale dhe kulturore. Për të folur më shumë rreth këtij organizimi dhe rrugtimi, ndikimin dhe planet për të ardhmen, sot kemi në studio Vullnet Sanaja, i cili është organizator i këtij festivali. Mi presim pra në studio Vullnetin. Vullnet, mirë se na erdhe. Është kënaqësi e madhe të kemi këtu. Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që realizojmë kështu një intervistë vetëm me një person këtu. Është kënaqësi e madhe të kemi, do flasim shumë çka rreth Anibarit, por edhe kështu si epizoda e fundit e muajit, pra e kësaj sofrës së Pejës, është shumë kënaqësi e madhe që të flasim për diçka të bukur.
Ndoshta të fillojmë me krejt fillimin, si ka filluar. Po besoj që shumica edhe ndjekësit e emisionit Pasion e Profesion mund ta dinë, po ndoshta disa prej tyre edhe ka nevojë që të dinë se çfarë mund të kenë aktivitet gjatë verës tash që po vjen shumë afër në pej, edhe ndoshta na tregon ti më mirë rreth Anibarit, si nisi gjithçka. Po. Anibari ka fillu para 17 viteve tash. Ne kur kemi fillu festivalin Anibar, po mendoj faktikisht para se me fillu festivalin Anibar, ka qenë dëshira jona që me i kriju filmat tonë të animuar. Shumica për neve, po mendoj të themeluzve, në atë rast kemi qenë 15 vjeçar, kur kemi dashur me i kriju filmat tonë të animum. Mirë po të marë parasysh në Kosovë në atë kohë nuk ka pas ndonjë shkollë për film vizatimor ose po mendoj festival tjetër. Ne kemi pas vështirësi që me i kriju këto filmat animuar dhe masande e pam që një mundësi e mirë për me mësu për veti, për me mbaru filmat animum është me i ftu njerëz tjerë të cilët veç din qysh me kriju filmat animum. Edhe në atë kohë në Kosovë nuk është se kemi pas, mendoj ka qenë periudha kus kemi pas as liberalizim të vizave, kështu që mundësia vetme ka qenë që me i ftu të tjerë të marrë këtu dhe me na tregu se si me bo filmat animum. Kjo ka qenë ideja jonë, kur i kemi bo 18 vjetë, kemi qenë ligjërisht, kemi mujt me qelë një organizatë qeveritare dhe atëhere kemi themelu organizatën Anibar. Kjo ka ndodhë në vitin 2010. Në vitin e parë kemi organizu 4 ditë festivalin, kemi pas shfaqje të filmave, një punëtëri, një prezentim edhe koncerte. Po gjatë viteve është kthy prej një festivali në një organizatë e cila tashmë punon gjatë gjithë vitit, po ndaj menaxhojmë kinemanjë Sugërvalla në pej programet ndryshme kulturore. Po sa ka ndryshuar, tash na tregove ti rreth festivalit dhe rreth organizatës, sa ka ndryshuar, po do shame na tregu sepse animacioni është një medium i fuqishëm për të trajtuar tema të ndryshme. Po mendoj që përmes animacionit mundesh me bo sende që ka me film të lujtum, ndoshta nuk mundesh me mri. Kjo është për shkak se realizohet kryesisht përmes vizatimeve dhe mundesh me shpreh më shumë imagjinatën dhe kreativitetin, po në njëjtin kohë vetë kjo ideja që mundesh me bo sende të cilat nuk mundesh ndoshta mi realizu përmes filmit lujtën. Edhe po mendoj zakonisht filmat të cilët ne i shfaqim edhe në festival, po dhe ato të cilat tash po krijohen në Kosovë janë filma artistik, të cilët trajtojnë tema që janë të rëndësishme edhe për shoqërinë, mirë po mendoj edhe për neve si artistë dhe krijues. Po si bëhet kjo përzgjedhja e filmave për festival? Po. Gjatë vitit na çka bëjmë është që menjëherë pas përfundimit të festivalit fillojmë me hapim një thirrje. Kjo thirrje po mendoj hapet përmes një platforme online dhe i ftojmë me apliku filma nga e gjithë bota. Për shembull, këtë vitin e fundit i kemi pas diku rreth 2000 filma që kanë apliku, edhe tash është një ekip i cili shet gjithë këta filma dhe bën përzgjedhjen. Për këtyre 2000 filmave është një numër i konsiderueshëm i cili shfaqet në kategorinë e filmave të cilët konkurrojnë. Masandej kemi edhe një kategori tjetër që janë filma jashtë konkurrencës, po dhe programe speciale. Po cila është tema që e karakterizon edicionin këtë vit? Këtë vit nuk kemi përcaktu ende për temë, mirë po mendoj kemi pas disa vite ku kemi pas tema të cilat kanë qenë, kanë pas rëndësi sociale, ty fillu prej temës love që ka qenë para disa vite për drejtat njerëzve, për masandej kemi pas Smash the Patriarchy, masandej kemi pas What's the Future, çka është ardhmja vitin e kaluar, po ndjemi që kemi pas shumë tema të cilat kanë qenë të fuqishme, prandaj jemi të tentuar që këtë vit me pas një temë që është ndoshta më e lehtë për të përtypur. Po për atë do pyeta sepse jemi mësuar pas gjithmonë tema të ndryshme që kanë karakterizuar çdo edicion. Po sa është i rëndësishëm ndoshta Anibari për zhvillimin e industrisë kreative në Kosovë? Po, tash çka po shohim është se po ndaj industritë kreative në Kosovë janë një prej sektorëve të cilët janë edhe me interes nacional për të zhvilluar, po ndaj në këtë strategjinë e re nacionale që po ndaj janë para pa 5 fusha të zhvillimit strategjik, një prej tyre është edhe industria kreative. Po besoj që festivali është një prej këtyre platformave e cila i përgjigjet mirë këtij ekosistemi, po mendoj të industrive kreative, duke qenë si lidhësën e mes të krijuesve të ri, po të njëjtën kohë publikut, edhe po ndaj prodhimtarisë. Na vitin e kaluar kemi nisë një
një iniciativë tre brenda festivalit Anibar, është Anibar Pro, në cilën kemi ftu producent, kryesisht ditën e kaluar kanë qenë nga Franca, po është e hapur përndaj nga gjithë bota, për me pa punët dhe projektet e filmbërësve të ri, cilët i kanë prezentuar ato gjatë festivalit Anibar. Përndaj kjo është një prej përpjekjeve tashme që po i bojmë, që shumicën e studentëve të cilët i kemi edukuar dhe përmes programit të Akademisë të Animacionit, ti përkrahim që mi hap studiot e tyne, po mendoj që me shty përpara këto prodhimin e filmit animuar. Po besoj që kjo ndikon edhe në imazhin ndërkombëtar të Kosovës, apo jo? Po, definitivisht, po mendoj, posaçërisht në fillimet tona si organizat, kjo ka qenë ndoshta edhe një prej pikave me cilën se ka qenë menjëherë pas pavarësisë së Kosovës dhe ideja ka qenë vazhdimisht që me vendos Kosovën e hartë e me u njohë, po besoj që këtë qëllim e ka arrit festivali posaçërisht rreth në botën e këtyne që e përcjellin ose dhe e krijojnë filmat animuar. Festivali Anibar njihet, po mendoj, ka njohje ndërkombëtarisht. A ka bashkëpunime me festivale ose organizata tjera ndërkombëtare? Po, definitivisht. Kemi bashkëpunim, vitin e kaluar kemi marrë pjesë në festivalin Annecy, që mbahet në Francë, është një prej festivaleve më të mëdha të animacionit. Gjithashtu, këtë vit është nominu traileri i videos, të mendoj traileri i edicionit kaluar të Anibarit, është nominu si një prej punëve brenda kategorisë po mendoj të filmave të nominuar në Annecy. Kemi vazhdimisht kështu bashkëpunim me festivale tjera regionale, me festivale në Kroaci, në Sloveni, në ngjashme. Po mendoj kemi bashkëpunim. Po besoj që çdo organizim ka edhe sfidat e veta, po cila ndoshta është sfida më e madhe në organizimin e një festivali të përmasave të tilla, siç është Anibari? Çka mund të thonë është që sfidat po ndryshojnë me kalimin e kohës. Në fillim ka qenë kryesisht të lidhur me mungesën e resurseve që kanë qenë drejt organizatave kulturore. Nuk është se tash është më mirë çaj aspekt, mirë po tash kemi disa sfida të reja. Është kryesisht me mungesën ndoshta edhe resurseve njerëzore, këtë herë kisha më thonë edhe po mendoj se na nuk është që kemi kështu një shkollë të organizimit të festivali ose të ngjashme. Mirë, gjithçka që kemi bërë, duhet me mësu vetë. Ty pa ty bo. Kështu që ajo qasje po më duket që ka funksionuar mirë, po tash me kalimin e viteve po e vrejmë që ka nevojë për me pas më shumë ekspertizë brenda fushës sonë. Që kjo, diçka vrej një farë apatie, një farë mungesë të interesimit, për shembull prej vitit në vit, ndoshta te vullnetarët e ri, kisha më thënë vitin e kaluar ka pas një rënje, mirë po shpresojmë që këtë vit ka me pas prapë ngritje, po ja, ka kështu sfida të ndryshme. Po e përmend që nuk ka interesim prej vullnetarëve, po sa ndoshta është interesimi i të gjithë atyre që vinë vizitorëve të festivalit, ndoshta të pranishmëve për animacionin. Çka kemi vrejt këto 2 vitet e fundit posaçërisht është rrit, po. Kemi shumë prej atyre që vinë me pa filmat animuar. Kemi, pse vitet e para kër kemi pas festivalin, e vazhdimisht e kemi pas atë sfiden, ju thëshim njerëzve, filmat animum nuk janë vish për fëmija. Dhe vazhdimisht që kjo ka qenë, e tash e vrejt që nuk është mo pyetje kjo, shumica njerëzve e kuptojnë që filmat të cilët i shfaqim ne, janë filma për gjitha moshat. Edhe po, ka një rritje, vitin e kaluar kemi shtu edhe një kinema gjatë festivalit, që është kinemaja në Qarshi, kështu që po, përndoj është rritë pjesëmarrja në për kinema. Data tashmë janë të zbuluara? Po, 12 deri 18 korrekt. 12 deri 18 korrekt në Pej, pra mund të bëni pjesë e Anibarit, por gjithashtu përveç filmave të animuar, po besoj që ka edhe aktivitetet të tjera, apo jo? Po, ne çdo vit organizojmë një seri të koncerteve gjatë festivalit, por gjithashtu edhe kemi prezantime, kemi masterklasa, kemi punëtëri të shumta, nëse jeni të ardhur në Pej me fëmijët tuaj, atëherë mundeni me i dërgu ata edhe në punëtëri për me mësu ma shumë se si me kriju filmat të animuar, po mendoj ka një sër. Njëra pjatë është gati. Super, faleminderit shumë, Albin. Shumë faleminderit, Lindë Shindur. Faleminderit shumë, Linda. Super po doket. Edhe kime e provu, kështu që e jap momentin ndoshta pastaj. Mbetëm tek aktivitetet tjera. Po, ka punëtëri cilat organizohen, ka masterklasa, prezentime, koncerte,
Po mendoj ka aktivitetet të shumta vitin e kaluar kemi pas edhe një stand ku kemi pas kështu edhe produkte që janë shit prej artizanal, po mendoj krijuesve artizanal. Po, ka aktivitete. Po, cili ka qenë ndoshta momenti më i veçantë gjatë këtyre viteve i Anibarit, kështu që ti e mban mend? S'po di, Çka kishe veçu prej krejt këtyre viteve? Ndoshta ka qenë një moment qa po më kujtohet, qa po më vjen kështu në mendje me njëherë, është njënin për edicioneve të festivalit. I kemi pas 2 vullnetarë prej një programit Peace Corps të Amerikës, të cilë ka qëndru me neve për 2 vjetë. Në fund të ati edicioni ju kemi pas bo si surpriz, ju kemi nda njënin prej çmimeve të fitues, ju kemi nda dhe atëne për punën edhe kontributin që e kam bo 2 vite. Masandej, qaja ka qenë tepër e veçantë, mendoj, edhe në 2 ditë mbas asaj, kemi bashkë me kryetarën e komunës, atëherë kemi vendos njënën prej karigeve të qytetit, emrat e tyne për kontributin që e kanë bo. Po ndoj se ata kanë na pa të ndihmu shumë që ato 2 vite, edhe po më duke që qajo kështu ka mbet një prej ndodhive ma emocionale, ndoshta gjatë këtine vite. Po besoj edhe kështu, ndoshta ende më veçantë bëhet edhe çdo vit që kalon pas edhe shihni edhe suksesin e festivalit edhe organizatës. Po, ndoshta për gjithë shikuesit edhe të rinj që ndoshta po na ndjekin në pasion e profesion, prej gjitha këtyre kurseve që tashmë janë sot dhe trajnimeve të ndryshme, pse të rinjt duhet me e zgjedh Anibarin, animacionin? Po, është shumë interesant. Shpëdi, po ndoj, ne kër e kom njës me bashkë me Lus tjerë, me Ronin për shambull, festivali na kemi fillu me idenë që vetë me kryu filmat animum, po për shkak se nuk ka pas një sektor ku na kemi mujt me kry shkollën për animacion, ose masande me fillu me punu si animator, na u ka dut me mbaru krejt qëto pëndoj këta Anibarin, Akademinë e Animacionit, tash edhe studion e Anibarit. Për të ri, po nuk e është që tash e kanë qatë mundësi. Për shambull, përmes Akademisë Animacionit, ti ki mundësi me kry, nëse vizatuesi mirë, piktori mirë, ki mundësi me ardhë me mësu për animacion pa pagesë. Edhe kjo është një mundësi, mendoj, shumë e mirë, njerëz të Kosovës, të cilë flasin shqip, që munden me të mësu qysh me bo një film të animum. Ma ndryshe dhe ma lehtë. Po shumë është ma lehtë në qatë sens, po dhe të njëjtën kohë, mendoj që është një prej profesioneve që të bën shumë të këndshëm edhe njeri të mirë, se po mendoj njerëzit zakonisht shpenzojnë shumë kohë dhe edhe shumë durueshëm të njëjtën kohë. Mendoj se njerëzit shpenzojnë shumë kohë për me njështru qatë zanat, po dhe të njëjtën kohë po, edhe për që ato në atë shpesh thojmë që njerëzit e animacionit për një me janë njerëz të atë mirë në botë, se janë, po nuk e të janë shumë qetë, shumë durueshëm, se për një me atë vynë e pas shumë dorim për me mujtë me kry një film. Po, a mundesh më na tregu ndoshta ndonjë rast suksesi që ka qenë ndoshta pa përvojë, që nuk e ka pas fare idenë dhe ka ardhur fal jush tashmë është edhe i suksesshëm. Po, ka plot rastet, po mendoj krejt këta studenta cilët e kanë përfundu, që janë ardhur në përpunëtëri tona, ka për shembull Flaka Kokollit, tash e ka studion e vet, është i prodhu vazhdimisht filma, po mendoj është ka plot, janë 80 veta cilët e kanë kryer Akademinë e Animacionit, 10 prej tyre tashmë vitin e kaluar kemi përkraqë edhe financiarisht, për një projekti që kena pas prej ambasadës franceze, i kemi përkraqë me i hap studiet e tyne dhe me punu në filmat e tyne. Kështu që po, tashme mujmë me thonë që kemi ndërtu një komunitet të njerëzve të cilët janë të punu me animacion, edhe gogja pëndaj tash janë hapat e parë, ndërsa po besoj që kanë me qenë të suksesshëm. Po ku e shihni Anibarin dhe Akademinë e Animacionit pas 5 ose 10 vitesh? S'po di, po ndoj Akademia tashme jemi të punu që me u bo si program 2 vjeçar, kemi fillim si një kurs 3 mujor, tash për këti vit jena ty e bo program 2 vjeçar. Ideja jonë është që mu koni shkolla animacionit, do të vazhdojmë me qenë si program pa pagesë, pasi që ne besojmë në idenë që edukimi duhet jetë pa pagesë, zakonisht mundohemi që me i përgjellë studentat më të mirë, me pas një numër më të vogël studenta dhe me ju mundësu aty me ndjek këtë shkollë.
Kjo është ideja, që me pas një shkollë e cila njihet, ndoshta edhe ndërkombëtarisht, po ndaj ka studenta prej gjithë botës që kanë shpreh interesimin marrë dhe me kry këtë. Qaja kish me qenë kështu goxha mirë me ndodhë. Po ka festivali njëjtë me vazhdu me ndodhë, me pas, po mendoj, ne gjithmonë jemi të shtymë mes kësaj ideës që a mu rrit, a me mbaj qatë kualitet dhe me mbaj qatë cilësi, se ka festivalet të cilat me rritjen e tyne më pas e humbin këtë ndjenjen e festivalit. Festivalet zakonisht duhet me pasët sensin që më konë tamam për njerëzit. Edhe nuk është diçka që riprodhon një qendër tregtar ose diçka e ngjashme, mirë po e ka qatë ndjesinë që e kini farafërsie, mundesh edhe që kjo është zakonisht një prej komenteve që e marrin prej këtë vizitorëve, është që mundesh me u qas çdo njonit shumë lehtë. Nuk është që ka barjera prej një njerit në njerin tjetër. E kjo besoj që e ka bo dhe kozgjatjen që tjetë tër këto vite. Po, që ajo është edhe të njëjtën kohë e bën shumë të veçantë si eksperiencë, se për shembull na kena studenta tonë të cilët kanë vazhdu studimet jashtë vendit edhe ata ju tregojnë profesorave të tyne që e kanë taku një producent në festival prej Hollywoodit. Qatë shansë ndoshta as profesori se ka pas nëse u shkon në një festival më të madh. Po veç pse është majm tim ndoshta festivali, masandej ka qatë mundësie jap. Vullnet, po për fund të kësaj interviste kaq të këndshme, ndoshta për gjithë ata që nuk kanë qenë pjesë kurrë e Anibarit, pse duhet të vinë këtë vit? Sepse tashmë veç edhe e keni afër. Po mendoj ka shumë arsye, po një prej tyre është me pa filmat animum, ka shumë filma të mirë, këtë vit janë rreth 2000 filma që kanë aplikuar që në kupton është rritë dhe përdhimi i filmave të animuar. Që ka ndodhur me këto filma është që ekspozohesh në punën e këtyre artistave dhe është i vetmi vend që mundesh me i pa çato filma. Kështu që po më duket që ajo është një prej arsyeve më të fuqishme më ardh. Tjera arsye janë edhe vetë qyteti i Pejës, po mendoj se është periudha e verës, ka me qenë nxehtë, e kemi lumin, e kemi malin, kështu që edhe këto janë disa prej sendeve të cilat mundeni me i shiju nëse vjeni gjatë aktivitete plot, ushqim shumë të mirë. Super. Vullnet, faleminderit shumë që ishe pjesë e Pasion në Profesion, ishte kënaqësi shumë e madhe. Shumë faleminderit. Dhe do vim në Pejë shumë shpejt. Jeni mirë se ardhëm, shumë faleminderit. Shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë emision të Pasion në Profesion. Dua të falenderoj shumë Arlindën. Arlinda, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit. Ishte shumë kënaqësi e madhe të kemi këtu. Faleminderit juve, kënaqësi edhe për mua. Gjithashtu ta falenderojmë shumë edhe Lindën, e cila ka ardhur në Pasion në Profesion për me shpreh talentin e saj përveç grimit dhe ushqimit. Linda, faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve që më keni ftuar. Ishte kënaqësi gjithashtu. E unë pa tjetër që dua të falenderoj për fund të këtij emisioni Podravkën, e cila mundson çdo realizimin e emisionit Pasion në Profesion. Por gjithashtu shikues të dashur, për të gjithë ju që nuk keni qenë ende në Pejë, në ndonjë event, në ndonjë organizim, por gjithashtu edhe nuk keni plane për verës, Anibari ju pret, kështu që shkoni vizitoni Pejën, por edhe shkoni në festivalin Anibar. E ne shihemi përsëri të dielën tjetër nga ora 18. Miru pafshim.
Ky emision mundësohet nga Podravka.